Kandidati. Kur dëgjoj raportimet e njerëzve të drejtësisë, qoftë të prokurorit të përgjithshëm, të strukturës posaçme, Këshillit të Lartë të Drejtësisë, të prokurorisë, të Inspektoratit të Lartë, më duket vetja sikur jetoj në Norvegji apo në Suedi. Kur lexoj raportet të Dash, të Dia, të Dea, të Cia, më duket sikur jetoj në Kolumbi, pra për të njëjtin vend flasim. Dhe kur shoh pastaj vetë se ku jetoj, me informacion që kemi dhe me punë që bëjmë, vëre se qeverisme nga Ndragheta, Sinaloa, Camorra, Sacra Corona Unita, edhe sot që ne flasim, ishte goditur një tjetër grup me përbërje të theksuar shqiptarësh në një bandë në Itali, me lidhje të forta, pikërisht me Ndraghetën, Sacra Coronën, Camorrën. Dhe raportet kishin shumë të thëna, kishim shumë statistika dhe këta janë çështje ekspertësh. Ne marrim bilancin e punës, çfarë rezultati ka. A jemi një vend më i korruptuar? A jemi një vend ku krimi ka lëshuar apo ka marrë terren? A jemi një vend ku në administratë, në parlament, në përbashki, në drejtësi, në për këta institucione, siç në raportimet e mëhershme të drejtuesit të strukturës së Dumani është theksuar se ka edhe prokurorë, gjyqtarë dhe politikanë të gjithë që janë ato dosjet e mëdha që gjenden atje.